Ndryshe nga kompania dhurimi që dyshohet i ketë fryrë faturat, fatura fiktive pa u dhënë asnjë shërbim ishin lëshuar në emër të kompanisë për parim i bau SHPK. Në deklaratën e dhënë për BIK më 12 qershor 2023, të cilën po ashtu e ka siguruar betimi për drejtësi për parim Bytyqi pronari i këtij biznesi, thotë se si biznesi i tij kishte qenë jo aktiv dhe nuk ishte qenë në dieni të pagesave të bëra në emër të biznesit të tij. Bytyqi ishte deklaruar se biznesi i tij ishte keq përdorur nga kontabilisti, të cilit i kishte kërkuar ta mbyllte kompaninë. Sipas kësaj deklarate edhe në këtë keqpërdorim del të jeti përfshirë një punëtor tjetër i BIK, kësaj radhe kontabilisti Granit Berisha. Bytyqi sqaron se Berisha ka qenë kontabilist në kompaninë e tij e njëkohësisht edhe punëtor i BIK. Qa kështë bo ata nuk e diun, ja kom letrat ma në qelë firme, se s'kom punu kër, ja kom letrat ma në qelë firme, më ka tho, s'po mëj me njerë, s'po mëj më qelë, s'po mëj më qelë. Edhe, kër më kanë tyrë bashkë, ishte o me që më thanë, bashkë jo, Allah, s'kom pru asë material, asë sanë s'po disha, ta se që për të material, ta se Allah, s'kom pru në material. Për çka ka qenë biznesi juj? Për çka ka shërbi biznesi juj? Për ndërtim, e kom po, sënë po s'kom punu, që në qypë pensioshte, ta vlerë e adretim, e kom qelë për me marru shpija si ndërtim, a vjen. Edhe s'kom punu kur, se jem një tani trafik për banë shëfere, s'kom punu kur ma t'film. A keni kuptu për çka janë lëshu faturat në emër të biznesit juja, e dini? Ja, heq sanë, heq se s'u ka kalzua, sanë se di heq. Granit ju po thoni që ka qenë kontabilisti juj, po ka punu dhe bashkë islame. Ata i ka posa, bilione, e kom posë si kontrat, nga qitë firme në mentia, dhe me jetë, se që ata. A i ka qenë edhe kontabilist i BIK-ut, apo? Ha? Çka ka qenë ai? Po, edhe atë ishkon kontabilist, me ata katori kishë pas vëtë qka.